nuk funksionon demokracia. Se si e shpjegon ti individ cilët nuk kanë bërë një kauz publike, politike, apo t'jenë shuar në profesionin e tyre, t'jenë më të votuarit në Shqipëri. Është deformuar vullneti tyre. Pikërisht, sepse këtu nuk ekziston, pikërisht, nuk ekziston demokracia. Nga ana tjetër ke një opozit që është marrë peng nga leadershipi dhe nga dy madhështor, dhe pa diskutim që kemi ngecur këtu ku jemi. Se po t'ishim në një sistem real demokratik, ne do kishim vullnetin e qytetarëve, prandaj ta mora shembullin me Amerikën, që sa do të financoheshin lekët te kandidati që populli nuk do, po e shpjegoj për publikun që ta kuptojmë më qartë, do votohesh ai që populli do. Po këtu ne kemi një deformim të gjithë vullnetit popullor dhe pa diskutim që kemi sponsorizim shumë të madh nga krimi organizuar. Dhe këtë e vërtetuan këto zgjedhje që kishim, duke deformuar totalisht vullnetin popullor. Qa duhet bëjmë ne për ta përmirësuar? A duhet reforma zgjedhore? Patjetër që po. Po pse duan të reformojnë këtë? Për një minutë, sepse të reformojnë partitë tjerë. Është rekomandimi BE-s. Partitë nuk reformohen në moment që autokrati e mban peng. Dhe në moment që ti blokon garën, vetëm do të largohen dhe vetëm do të kurresh. Alesja ma shpjego se ja dhe Gerta është. Edhe Elisi. Për veten e tyre. Për veten e tyre. Po kur të vi kontrolli standardeve që është standardi i partive. Si e ka përdzën ti këtë ende? Nuk e ka përdzën, se bëjnë regullat, apo e gatuajnë vetë. Ato për gatuajnë vetë, ato ka një sekundë, kena partitë e vogla. Atere këtu negative është Europa, që pranon të gënjet si... Jo, Europa është ka kërkuar reformën tjetë në standardet europiane, këtu gabohesh, pasaj se si këto e transmetojnë... Ore, ti ke një list atje që të thot lista qeko standardet demokratike. Standardi partive si ka përdzet? Po, nuk ka përdzet, sepse të gjitha raportet në gjdo par zgjedhje kanë dalë gjithmonë me vrejtje e saj paket pjesës financimit partive. Ore, në qofse Europa, që thot Gerta dhe ti, e kanë kuptuar që këtu politikanët marrin lek në përgjepa me miliona euro dhe bëjnë mitingje madhështore, si që thot Alesja, me lek që s'është i deklaruar, Europa e di këtë gjë, ne po e themi publikisht, dhe Europa i thot po këti standardi, ore, mos ta them në anglisht unë tani, Europa dhe kush e ka për Europën? Europa thot, ore, të shtuket fare, qa më tërkon mua. Ja, ka të drejt arbisi këtu. Politike në mënyrë që mos të shkojnë dhe të bjen pre dhe të justifikojnë me lekun e pisë. Pra gjë instrumenti për t'i kontrolluar. O zotri, Gerta, kur të vej radhës tjetër, të mos jetë e pranishme në takim duke thënë që duhet të ngritur këndure, po të ne flasim ju s'dëgjoni, e ti iki. Mos trimati. Standardi i financimit dhe i donacionit në Europë funksionon gjithmonë në të mirën e të bërit politik dhe të fushatave elektorale. Ato të standard duan të hapin si mesazh këtu. Qasja që nuk është europiane është tek këto që e quajnë veten thonjza politikan shqiptar, jo tek ajo çfarë Europa po servir tek reforma zgjedhore apo tek donacioni partive. Këtu e jetërsojnë edhe mesazhin e marrë nga BE-ja. Ore, pa ta, këtu duat të them, janë sylesha? Apo janë dasha keqës? Jo, janë një zgjidhje.